Një botë ku dashuria shpesh përshkruhet si një përrallë me fund të lumtur, realiteti shpesh na përball me ndarje që tronditin themelet e jetës sonë. Çiftet që dikur ndanin ëndra dhe premtime, përballen me sfida që i çojnë drejt rrugëve të ndara. Por ndarja nuk është fundi, është një kapitull i ri, një mundësi për rritje personale dhe për të rindërtuar veten. Statistikat tregojnë se koha për të kaluar një ndarje varion ndjeshëm. Sipas një studimi të publikuar nga Psikologjia Sot, mesatërisht duan rreth 4.2 vjet që lidhja emocionale me një ish-partner të fillojë të zbehet ndjeshëm, ndërsa për shumicën e njerëzve kjo lidhje zhduket plotësisht pas 8 vitesh. Megjithatë, për disa individ, kjo lidhje mund të zgjasë më gjatë, veçanërisht nëse vazhdojnë të kenë kontakte me ish-partnerin ose kanë stil lidhje më të pasigurt. Në këtë video do të eksplorojmë arsyet pas ndarjeve, ndikimin emocional që ato kanë dhe rrugët drejt shërimit, sepse çdo fund është një fillim i ri dhe çdo plagë është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Sipas sondazheve, për të kaluar një ndarje të zakonshme duhen mesatërisht 3 muaj gjys, ndërsa për të kaluar një divorc mund të duhen 1 vit e gjysmë. Stili i lidhjes së pasigurt ndikon ndjeshëm në mënyrën se si individët përjetojnë ndarjet në marrëdhënie. Këta persona shpesh përjetojnë ndjenja të thella, braktisje dhe pasigurie pas ndarjes, duke rezultuar në një përvojë emocionale më të dhimbshme dhe të zgjatur. Si ndikon stili i lidhjes së pasigurt pas ndarjes? Pas një ndarje, individët ndihen shpesh të braktisur dhe përjetojnë emocione të thella që i çon ato në ndjenja siç janë ankthi, depresiviteti e të tjera. Ato përpiqen të rikthejnë ndjenjen e sigurisë që kishin në marrëdhënie dhe kur nuk e arrijnë këtë, futen në depresion. Pse është e vështirë të harrosh një ish-partner? Të harrosh një ish-partner mund të jetë një nga sfidat më të mëdha emocionale pas një ndarje. Kjo vështirësi nuk lidhet vetëm me ndjenjen e dashurisë, por me një kombinim kompleks faktorësh psikologjik, emocional dhe biologjik, që ndikojnë në mënyrën se si përjetojmë dhe përballojmë ndarjet. 1. Mungesa e mbylljes emocionale. Kur një marrëdhënie përfundon pa shpjegim të qartë ose pa adresuar çështjet e pazgjidhura, individët shpesh mbeten me ndjenja të pasigurisë dhe pyetje të hapura. Kjo mungesë mbyllje mund të çojë në vështirësi në përpunimin e ndarjes. Idealizimi së kaluarës. Pas ndarjes është e zakonshme të kujtojmë momentet e mira dhe të harrojmë ato të vështirat. Ky idealizim i marrëdhënies mund të na bëjë të ndjejmë mungesën e partnerit dhe të dëshirojmë rikthimin e asaj që kemi humbur. Stili i lidhjes së pasigurt. Individët me stil lidhje të pasigurt përjetojnë ndjenja të thella braktisje dhe pasigurie pas ndarjes, sepse ndarja aktivizon sistemin e tyre të lidhjes duke nxitur ndjenja të forta pasigurie. Trauma e lidhur me ndarjen. Ndarjet mund të rikthejnë plagë të vjetra emocionale, veçanërisht për ata që kanë përjetuar braktisje ose neglizhencë në fëmijëri. Kjo mund të çojë në një përgjigje emocionale të tepruar ndaj ndarjes aktuale. Ndikimi i kujtimeve dhe rutinave të përbashkëta. Marrëdhëniet krijojnë kujtime dhe rutina të përbashkëta, që bëhen pjesë e përditshmërisë sonë. Pas ndarjes, mungesa e këtyre elementeve mund të krijojë një ndjenjë bëshllëku dhe nostalgjie. Si të përballosh vështirësinë për të harruar një ish-partner? 1. Prano ndjenjat tua. Është normale të ndjeheni të trishtuar, të zemëruar apo të hutuar pas një ndarje. Lejojini vetes të përjetoni këto emocione pa gjykim. Shpreha e ndjenjave përmes shkrimit, bisedave me miq të besuar apo aktivitete krijuese mund të ndihmojnë në përpunimin e tyre. 2. Krijoni distancë. Shmangni kontaktin me ish-partnerin, përfshirë ndjekjen në rrjetet sociale. Kjo ndihmon në ndalimin e idealizimit të marrëdhënies së kaluar dhe përqendrimin te vetja. Fokusohuni në vetkujdes, angazhohu në aktivitete që ju sjellin gëzim dhe përmbushje personale. Kjo mund të përfshijë ushtrime fizike, hobi të reja apo meditim. Kujdesi për veten ndihmon në rindërtimin e vetbesimit dhe mirëqenies emocionale.
Kërkoni mbështetje, bisedoni me miq, familjar apo një profesionist për të ndarë ndjenjat dhe për të marrë perspektiva të reja. Mbështetja sociale është thelbësore në procesin e shërimit. Reflektoni mbi marrëdhënien. Mendoni për atë që keni mësuar nga marrëdhënia dhe se si mund të përdorni këto mësime në të ardhmen. Kjo ndihmon në rritjen personale dhe në shmangjen e përsëritjes së modeleve të pashëndetshme. Nëse keni eksperiencë të tillë, një ndarje apo divorc, mund të na komentoni se si e keni tejkaluar këtë periudhë. Gjithashtu do t'ju luteshim t'i bënit like edhe ndonjë koment apo shpërndarje videos ton, si dhe subscribe kanalit në mënyrë që të rritemi pak. Jemi gjithmonë në përpjekje për të rritur kanalin dhe për t'ju ofruar video interesante. Duke ju falenderuar për kohën tuaj, ju urojmë orë të këndshme në vazhdim.